Arritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare ku treguesi referencë Brent arriti deri në $126.41 për fuqi, niveli më i lartë që nga marsi 2022, ka shtuar frikën për ndërprerje të zgjatura të furnizimeve globale pas bllokadës në ngushticën e Hormuzit. Kjo situatë është reflektuar menjëherë edhe në Shqipëri, ku Bordi i Transparencës ka vendosur rritjen e çmimeve të karburanteve me 5 lekë për litër. Duke filluar nga 30 prilli, nafta do të tregtohet me pakicë deri në 208 lekë për litër, nga 203 lekë që ishte një ditë më parë. Në tregun me shumicë, çmimi i saj ka arritur në 196 lekë për litër. Edhe benzina ka ndjekur të njëjtën trajektore rritëse duke u shitur me pakicë deri në 185 lekë për litër ose 5 lekë më shumë se një ditë më parë, ndërsa në tregun me shumicë nuk do të kalojë nivelin e 173 lekëve për litër. Vendimi i Bordit të Transparencës ka hyrë në fuqi mesditën e kësaj të njëjteje dhe do të mbetet i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme, kur do të reflektojnë ndryshimet e reja në tregjet ndërkombëtare. Ndërkohë, Ministria e Ekonomisë ka paralajmëruar operatorët e tregtimit të nënprodukteve të naftës për zbatimin e detyrueshëm të këtij vendimi. Në rast shkeljesh, autoritetet kanë bërë të ditur se do të ndërmerren masa deri në pezullimin e aktivitetit të subjekteve që nuk respektojnë çmimet e përcaktuara.